nuk mujna me mush ambasadat, sikur se nuk mujna me mush as ministri me kusheri. Kusheri tjenë për të shtëpia. Familja është të shtëpia. Këto ishin fjalët e kryeministrit në detyrë Albin Kurti në kohën e fushatës parazgjedhore të vitit 2021. Por fenomeni i nepotizmit ose i punësimit të militantëve dhe familjarëve vazhdoi edhe gjatë qeverisjes së tij. Së fundmi, Trim Tërnava doli fitues në konkursin për kryeshef të Kostit, pozitë që pritet ta marrë së shpejti. Tërnava është nip i ministrit në detyrë të mbrojtjes e Jup Macedoncit. I njëjti njihet si ekspert në fushën e energjetikës, por edhe si pronar, aksionar dhe udhëheqës në disa biznese në fushën e energjetikës. Me një kërkim të thjeshtë në ARBK, emri i Trim Tërnavës figuron si pronar në kompaninë Sun Volta Energy, e cila figuron e themeluar në vitin 2017 dhe ku Tërnava mban pozitën e drejtorit menaxhues. I njëjti figuron edhe si drejtor në kompaninë Sun Power Kosova. Gjithashtu Tërnava figuron si aksionar në kompaninë Dugazini Solar, ku Tërnava figuron se ka investuar 51.000 euro dhe zotëron 6% të aksioneve, ndërsa ka dhe 5% të aksioneve në një kompani tjetër të quajtur Ramian Solar, ku figuron se ka investuar 5.000 euro. Trim Tërnava ka qenë angazhuar me punë edhe në kompaninë Jaha Solar, e cila ishte vizituar edhe nga Albin Kurti gjatë fushatës parazgjedhore në vitin 2021. Secili panel që është brenda është 100 euro. 54 20, 2.000 euro janë të djegna me një ndalje. Kur të futet furrë, na nuk mundëm me riparu ata. Këtë e ka konfirmuar edhe vetë Tërnava në një përgjigje për Gazetën Nacionale. Përvoja ime paraprake e punës nuk është sekrete dhe e njëjta dihet nga i gjithë sektori. Po ashtu e njëjta është raportuar në fazën e aplikimit në kost. Unë kam qenë i punësuar në Jaha Solar nga nëntori vitit 2015 deri në korrekt të vitit 2022, ku kam mbajtur disa pozita, inxhinier, shef i zyrës së projekteve dhe CEO. Pozitën e CEO-s e kam mbajtur në periudhën prej qershorit të vitit 2019 deri në korrekt të vitit 2022. Në gusht të vitit 2022 kam filluar studimet master në Houston në SBA në drejtimin Energy Economics. Përveç këtyre angazhimeve në bizneset në sektorin e energjisë dhe së fundmi përzgjedhjen si kryeshef i Kostit, Tërnavën e kemi pyetur edhe rreth angazhimit të dashurës së tij, Urtina Zeka, në zyrën e kryeministrit dhe si kryesuese e grupit punues për themelimin e entitetit për menaxhimin e aktiviteteve shumë funksionale për ruajtjen e energjisë elektrike. Për angazhimin e Urtina Zekës, Tërnava ka thënë se ka ndodhur kohë më parë, gjatë kohës kur nuk janë njohur dhe nuk ishin në lidhje. Urtina ka qenë përfituese e bursës Young Cell Scheme në vitin 2019, ku parashihet punësimi në Severinë e Kosovës. Pas kthimit nga studimet master në Angli, është angazhuar në sekretariatin koordinues të qeverisë si shërbyese civile. Kjo ka qenë shumë vite para se të njiheshim. Sa i përket angazhimit të Urtina Zekës në grupin punues të lartcekur, Tërnava ka deklaruar se vendimi për emërimin e saj është publik. Ndonse as pyetja nuk më duket e relevante në lidhje me mua, duhet të ceket që nuk kam qenë në lidhje me të në këtë kohë. Qëndroni me Gazetën Nacionale për raportime të tjera të ngjashme, ndërsa deri atëherë mos harroni. Visi është për dosur. Për gazmen privat. S'ka dosma në për ministria.